Roli i shtetit në këtë infrastrukturën e ndërtuar është zero përsa i takon kontributit financiar, apo konsiderohet që shteti të japi një lloj kontributi në ndërtimin e këtyre infrastrukturave, qoftë kontribut financiar apo me kontribut të kapitaleve njerëzore, sepse kam përshtypjen që shoqëritë tregtare nuk kanë eksperiencën e duhur për ta finalizuar në thelb këtë ligj. Fatkeqësisht është vërtet, ka shumë pak ndërgjegjësim ndërmjet operatorëve ekonomik rreth këtij ligji, pra shumë operatorë nuk e njohin ekzistencën e këtij ligji, dhe kjo është vënë re gjërësisht edhe në fazën e konsultimit publik. Roli i shtetit është minimalist për sa i përket kontributit në ngritjen e infrastrukturës, meqense siç tham, e gjithë struktura tashmë është një detyrim i operatorit ekonomik ta ndërtojë në një nga tre alternativat që sapo përmenda. Sigurisht, shteti nëpërmjet institucioneve shtetërore, si Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kryen monitorimin e dispozitave të këtij ligji, që nuk është pak, edhe një nga fazat e mbikëqyrjes të këtij është dhe mënyra se si SHPZP-ja apo dy alternativat e tjera zbatojnë detyrimet e lëna nga ligji. Sigurisht që këto vinë edhe me ndëshkime, që janë gjoba